se tjera me ardhë me bo protest në Shqipëri për me rëzu qeverin dhe me votu. Absolut. Unë mendoj, dhe me stadium, Kushtetuta e Shqipërisë e ka brenda vetes kujdesin e shtetit shqiptar ndaj shqiptarëve jashtë trevave, jashtë kufive Shqipërisë, por jo mundësinë e çdo shqiptari më ardhe me bo gushma të lëvinë në Shqipëri atje. Por, pra ju mendoni që jo ashtu siç thotë Enver Dugolli që mund të ketë pasur sipas tij një përgjigje që pat për kryeministrin ardhje nga Prishtina, nga Kosova drejt të Shqipërisë për protestuar në mënyrë individuale. Ju thoni që është organizuar kjo? Pra, shiko, gjërat që shihen nuk kanë nevojë të analizojmë shumë. Edhe Enver Dugolli në një prej vitës si emër, si familje, me vllahun e tij kemi bashkë vepruar në lëvizjen studentore në vitin 97-98 me Bujarin, pra janë familje patriotike, po Enver Dugolli përveç se patriot s'ka asnjë vlerë tjetër me vete. Pik, ai shkon në konjunkturat e Albin Kurtit, është si sust, kur e prek Albini ai duhet më vez, edhe kur e din që ka gabim. Pra është shqiptar i mirë dhe asgjë më shumë. Ajo që thotë Enver Dugolli është politike, ajo që thotë Enver Dugolli e thotë sepse duhet me thënë se Albin Kurti ka thonë me thonë, ajo që thotë Enver Dugolli bashkë me gjithë kolegët e tij deputet parlamentin e Kosovës votojnë e kundërshtojnë me një mesazh që shkon nga Dejona Mihajli. Dhezën kur vjen mesazhi, nalin kur vjen mesazhi tjetër, me një fjalë nuk besoj në korrizin e tij të drejtë dhe mendimet e tij që janë të tij personale, janë gjithçka të imponuara. Është në protestën e Tiranës momentalisht. Ka shumë grupe të infiltruara. Nuk dua të them që protesta nuk filloi për një kauzë. Protesta filloi për një kauzë e cila ndoshta moralisht do ta kish pasur edhe mbështetjen time. Dhe unë e thash, edhe për ja them prap, sot nëse Edi Rama vjen prej pushtetit, nëse mund vjen keq për atë punë njeri nuk jam. Le të vjen dikush tjetër që çon Shqipërinë përpara me dinjitet më të madh. Mirë, po nëse flasim për protestën, ne nuk mund të flasim tash jo Edi Rama është, të shkon Edi Rama prej pushtetit edhe tani ta arsitojmë protestën. Protesta ka devijuar. Në protestë ka marrë ngjyra të larmishme të cilat nuk i bojnë nder kombit shqiptar dhe nuk na duhen ne. Nuk kemi ne pse të tregojmë që jemi pro Iranit, pse jemi në fakt pro Iranit dhe kundër Amerikës. Nuk kemi ne se dalim të kërkojmë revolucion me vajza të reja me shamin kokë dhe të tregojmë se krejt e tjerët nuk duhen. Nuk kemi ne pse të besojmë Iqbal Hudutit që ajo gjithçka të zezë mbi këtë tokë din, po vish një fjalë të mirë për kombin shqiptar nuk e din. Unë nuk e di mas pari çka është ajo. Ose Erbuti Gjumshiti, e keni parë të gjithë tash po e shihni. Një njeri që më shumë i thur lavde indirekte Slobodan Miloševićit, Koštunicës, Sheshelit, e tjerëve me kriminal me radhë, se sa kombit shqiptar, të gjithë çlirimtarët i donë në varre dhe në burg të përjetshëm. Si ka mundësi kjo? Dhe tani themi se protesta ka kauzë? Të lutem, ku do të dalë Albin Baba me gjithë këtë? Ai e din ku është nis, ai është futur atje ku nuk ka kthim mbrapa. Ka ardhur tipik sikur diktatorët më të mëdhenj në pushtet ka ardhur me dhunë, me viktima, pavarësisht që njerëz nuk dalin me ia thonë, nuk e kuptoj opozitën në Kosovë pse është kaq e heshtur, duhet me dalë edhe me shpjegu të qytetarët. Njeriu ka ardhur në pushtet me kauza të rrejshme, pra i ka djeg makinat duke thënë se makinat serbe nuk kalojnë, në anën tjetër i ka pagu makinat, ka pas marrëveshje me bë pagesat paraprakisht. Kjo është tradhti kombëtare. Ka kriju viktima mbi kauza të rrejshme. Për shembull, Mon Bala e Arben Xheladini janë të vrarë shkaku i kauzave të Albin Kurtit të rrejshme për vetëvendosje, për jo dialog me Serbinë, e tjera për bashkim kombëtar dhe sot ku kemi bashkimin kombëtar, ku është dialogu me Serbinë? Ku është vendorja? Albin Kurti sot do të ka marrë gati 50% të mbështetjes. Jo, nuk është e vërtetë ajo. Ne kur themi 50%, ne kemi mësuar përmendsh këtë farë shifre, pa menduar që e para punës 70% e popullit nuk ka dalë në zgjedhje. Pra kanë dalë 30%. Atyre që kanë votuar, po ne duhet jemi të qartë kur e themi këtë sepse ka njerëz që mendojnë se 50% e popullit hajde shkojmë edhe ne me Albin Babën, po nuk është e vërtetë kjo. Pra 70% nuk kanë dalë në zgjedhje, 30% tjetër që kanë dalë në zgjedhje nuk e kanë mbështet as 12% e asaj 30% për faktin se në Kosovë Albin Kurti, Albin Baba nuk e fitoi garen, doli si parti e parë me 30%, po nuk ishte ai që i fitoi numrat. Dhe Albin Baba në Kosovë i ka vjedhur vota, i ka bler votat, ka gjujt miliona euro. Pastaj në Mërgat edhe i ka bler, edhe i ka vjedhur votat me poshtë dhe votat me përmes ambasadave janë spekuluara, vjedhura të gjitha. Unë kam qenë kandidat dhe votat e familjarëve të mi nga New Yorku nuk kanë ardhur tek unë. Çka është kjo? Mandej KÇZ-ja
kryetari KQZ-s nëse i futemi në historik, nuk e ka një të kaluar pastër nga baba i tij dhe ai njeri është vegël Albin Kurtit, i çoi të gjitha zarfat në Evropë pa shiritat sigurisë. Pse ndodh kjo? Për manipulim shumë të lehtë. Kam dëgjuar nga opozita këtë pas pretendime për votat. Në anën tjetër, kjo është edhe mu që më habit pse ata heshtin, nuk e di kur heshtin disa pika e bashkëfajtor. Po nuk janë bashkëfajtor që i kanë bërë këto manipulime, po ky duhet t'ia vdin ndonjë defekt që ata s'po don me reagu ose s'po e prisin rahatin. E unë të kaluarën e kam 100% pastër, andaj edhe gëzojmë i thonë fytyrës secilit. Votat janë blerë dhe janë vjedhur pjesat dërmuese, pra nuk e ka atë shifër që e mbështetjet popullit. Tjetër, si ka mundësi të gjuhen miliona euro brenda një viti për katri palë zgjedhje, të blehen vota, të ipen gjaja se për paketa ndihme me familjare për shkak të inflacionit, ti paguhen me 12 milion euro mërgatës, polisat e sigurimit e tjera, ndërkohë që secili mërgjimtar ekonomikisht qëndron më mirë se 80-90% e popullit në Kosovë. Pse ata të mos i paguajnë vetë dhe ata miliona euro që ndahen pensionistëve, studentëve, të investohet në spitale, ti sot nëse shkon Kosovë dhe në emergjencë, në për spitalet mungojnë gjërat elementare në dhomën e emergjencës. Çfarë logjike ka kjo? Në anën tjetër gjuhen milionat. Ky njeri nuk i konvenon, e keni parë edhe vetë se çdo projekt amerikan e kundërshton, për faktin se nëse nuk e kundërshton, të gjitha manipulimet të tij me mafinë energjetike bin poshtë. Pra, ky njeri ka ardhur me dhunë në pushtet, me viktima. Ky njeri ka shkatruar gjithçka që ka qenë pro kombit. Termocentrali Kosova e Re nuk ka qenë thjesht një termocentral që siguron energji, ka qenë një siguri kombëtare. Ne sot jemi të varur prej rrymës në Serbi. Kur Serbia të planifikon me na sulmu, për shembull, e bën terr mas pari, ti nuk sheh as në borrin tënd me dal, edhe ata e dinë shumë mirë ku janë nis, çfarë po bëjnë, ku po shkojnë. Kujt i shërben ky? Pastaj mos ka ndonjë plan ky për ta trazuar dhe për të bërë bashkimin kombëtar pastaj? Kjo më falni, po planet për trazim, po, planet për ndonjë bashkim të tjerëve, po bashkim kombëtar jo. Më dëgjoni, nëse shkon në këtë formë, në qoftë se nuk do të ngritemi në këmbë Kosova me e anulu ligjin për shtetësi dhe me i revoku të gjitha shtetësit që janë marrë që nga data 22 maj dhe deri në momentin e anulimit të këtij ligji, nuk dhe mund të mos i jipen shtetësi të tjerëve që e vërtetojnë që kanë qenë shtetas Kosovës. Po këto që po vinë kështu, edhe kriminalët që kanë qenë Kosovë 2-3 vite, 5 vitet e fundit, viteve 90-ta, për të vrarë, për të burgosur, për të dhunuar. Ne nuk mund të pranojmë që kriminalët që ne kanë dhënuar 20.000 nana, gra e motra, sot të shpërblejmë për dhënimin se kanë keq ka kanë dhënuar atje dhe t'ju japim sot shtetësinë, pensionet, beneficionet. Në qoftë se Albin Kurti i gjuan miliona euro për të blerë votat dhe përfitojnë të gjithë studentët ta marrin në Kosovë, përfitojnë studentët fëmijët e kriminalëve që na kanë vrarë, masakruar e dhunuar, a nuk përfitojnë studentët e Kosovës që studiojnë në Maqedoni? Shqiptar, fëmijë dëshmorit nuk përfiton. Po çfarë rregulla janë këto? Çfarë ligje, për çfarë bashkimi flasim këtu? I vetmi bashkim ndodh me logjikën e veprimit të Albin Kurtit, mund të jetë një bashkim. Cili do të jetë ky?